përqindshëm është aktualisht në 33.5% brenda 20 viteve të ardhshëm. Kështu, në vitin 2100, raporti sugjeron se 60% e britanikëve do të ketë të paktën një prej emigrant ose ai ose ajo nuk do të jetë i lindur në Britani. Popullsia myslimane vlerësohet të rritet në 19.2% deri në fund të shekullit, kur aktualisht është vetëm 7% e popullsisë në Britani. Sipas autorit të raportit Matt Goodwin të Universitetit të Birminghamit, i përsesh prezantues televiziv pranë partisë së Brexitit, deri në fund të shekullit të tani shumica e popullsisë në të ishur një do të jetë gjendje të gjurmëruar rënjën genealogjike në këtë vend për më shumë se 2 dekada. Në vitin 2020, se tajnë më lopë dhe Birminghami, popullsia britanike të parë është minoritet. Do të ishte spekulim të thuhet se një studimi tillë i bërë nga një akademik i lidhur me një medium pro partisë së Brexitit, me një narrativ të fortë anti-imigratore, nuk ka elemente të vërteta dhe aq më tepër të ignorohet, kur vetë kryeministri Starmer nga demografia do të ka folur para një muaji për shërimin e Britanisë së Madhe në një ishull të huajve. Arnamama Top Channel, Londër. Shqipëri Serbi mund të vlejë edhe një bilet në motor, i shkruajti komentarës së rrugës Sheni që 10 vite më parë jetonte në Durrës. Ndeshje në së shtunës që do jo me doza emocionale, as me doza nacionale, por me doza emocionale futbolistike, sepse ne duam të marrim rezultate për të bërë intenzione dhe të përfshirë një tjetër fluid në mahar, miksohen. Për të gjithë tifozët dhe mbështetësit e kombëtarëve të vinë në ndjesë në digital, në transmetimin drejt për drejt